pretendoj që dhe nëse ne nuk arrim do të shohim një dietolog, për shembull, ka kaq shumë informacione online për këtë gjë, saqë pak të marrim informacion që të ndërgjegjësohemi dhe të bëjmë të ham në mënyrë të dur. Biles ka shpeshherë edhe ape, ka shumë ape në online të cilat ty mund të tregojnë sa kalori na duhen për shembull për peshën time, për gjatësinë time, unë mund të kalkuloj shumë lehtë sa kalori më duhen në ditë që unë të mbaj një peshë normale. Dhe nëse unë kam një ide se cilat janë kaloritë e mia, unë edhe mund t'i mas se çfarë ha për ditë. Tash unë s'po them që ne të bëhemi të çmendur mbas kësaj gjëje, po sigurisht duhet kemi shumë kujdes, domethënë body mass index, domethënë pesha jon duhet të jetë midis 20 dhe 25 BMI. Kjo është një kalkulim shumë i lehtë që bëhet online, është kudo, merr për peshën e një personi dhe gjatësinë dhe matet cila është BMI për këtë moment. Dhe BMI më perfekt për të gjithë njerëzit duhet të jetë midis 20 dhe 25. Çfarë kupton këtë me 20 dhe 25? Nuk e kuptoj këtë. Ç'do thotë? Është bazuar në një test që quhet Body Mass Index. Dhe është një kalkulim shumë i thjeshtë që bëhet. Në qoftë se e kërkon BMI në online, të del një kalkulim shumë i thjeshtë, ti ve atje gjatësinë dhe peshën tënde, dhe të del cili është kjo BMI-ja e personit. Dhe kjo duhet të jetë normalisht pesha normale është midis 20 dhe 25. Ai numri që do të dali 20-25. Domethënë personalisht unë mund të flas për veten time, para 4-5 muajsh, unë pa dashur, megjithëse unë ha shumë në mënyrë të shëndetshme, bëj shumë kujdes, megjithatë vura re që kjo BMI-ja ime kishte shkuar 27-28. Dhe kjo nuk ishte normale për mua. Aq shumë sa që kishte filluar të rritet dhe ato parametrat e prediabetit të kishin filluar të kishin lëvizur pak. Atëherë unë i thira mendjes, ndrova mënyrën e ushqimit, në mënyrën e sa kalori që marr, porcione duke ulur karbohidrate dhe duke munduar të ha më shumë fruta, zarzavate dhe proteina, dhe sigurisht e ula peshën në mënyrë shumë graduale. Dhe ajo tjetra që do thua që është shumë e rëndësishme në gjithë diskutim që po kemi të dyja së bashku, Suela, do thoja është aktiviteti fizik. Do me thënë, jo çdo gjë do të bazojmë tek ushqimi, por do ta bazojmë dhe tek aktiviteti fizik. Së pari do thoja është e provuar shkencërisht, kudo e provuar shkencërisht që aktiviteti fizik është barazim me jetëgjatësinë. Do me thënë, sa më shumë aktivitet fizik të bëjmë, aq më shumë do të arrisim jetëgjatësinë tonë. Çfarë mund të jenë aktivitete fizike që ne mund të bëjmë? E para thjesht ecje. Një ecje pak e moderuar, që ne duke ecur të na merret pak fryma, por të jemi të aftë që të flasim me fjali, të bëj një bisedë me ty për shembull. Dhe kjo duhet të jetë 150 deri 300 minuta në ditë. Dhe sigurisht aktivitete fizike dhe më të avancuara, siç janë noti, siç është bicikleta, siç është vajtja në palestër, të gjitha këto sigurisht janë shumë të mira. Pra, aktiviteti fizik, dhe të kthehem prapë tek sëmundja për cilën po flisnim, aktiviteti fizik ka vërtetuar shumë mirë që jo vetëm ndihmon në uljen e peshës, dhe sigurisht na ndihmon për këtë sëmundje sepse ulet pesha, por na ndihmon edhe në qoftë se ulet pesha. Do të thënë, ne bëjmë aktivitet fizik, pesha jo nuk ulet, përsëri për këtë sëmundje, aktiviteti fizik ka treguar që ka vlera sepse e përmirëson. Pra, këto janë dy këshilla shumë të rëndësishme në këtë sëmundje dhe në përgjithje gjatësinë tonë, që ne të ham në mënyrë të shëndetshme, të mbajmë një peshë që është ideale për ne, dhe sigurisht të bëjmë për ditë aktivitet fizik. Të mos hypim në makinë për të shkuar në punë, sidomos në Shqipëri. Në Shqipëri distancat janë shumë të vogla. Ndoshta juve po të hypni makinave për të shkuar në punë, do keni më problem nëpër trafik dhe do vonoheni. Ecni për të shkuar në punë, merrni një biçikletë për të shkuar në punë.
Dilni rreth e përqark, asaj lagjes tuaj për një ecje ditë për ditë nëse mundet. Do me thënë, e moderuar është 150 minuta në javë. 150 minuta në javë për 7 ditë është 20 minuta në ditë. Çfarë na kushton të dalim një ecje, ndoshta edhe me një bisedë me një shoqe, në vend që të ulemi në kafeneve të pim një kafe, unë do thoja ecja rreth e përqark tek parku i Tiranës apo diku që keni gjelbërim, një ecje e moderuar sepse kjo jo vetëm do na shëroj këtë sëmundje, por edhe siç e thash e bazuar në shumë studime, jo në një, por në shumë studime,